Bashkim Baftiri prej 14 vjetësh lëviz mendimin e karrocës e në 2 vjetët të fundit po përballet edhe me një infeksion të rëndë në kofsh. Ai tregon se fillimisht ju drejtua qendrës klinike universitare, por pa sukses. Më pas kërkoi shërim në spitalin amerikan, por sipas tij plaga vetëm sa ju përkeqësua. Se bini plagë se më trajtuan këto në QKK, kështu që këtu apet s'kum pas rezultat, më shkuan në spitalin amerikan për një plagë më shëruan. Kështu në qatë e plagës së më kanë talë të mballë, ku më pagu diko 20.000 euro. Kështu në ato më kanë lëndu në kokë, spitalin amerikan më kanë lëndu në kokë. Se për jetë i jetë, kom nejtë atë në spitalin amerikan 2 muaj ditë, se më kanë dalë zëtë, më kanë shtu dhe me thonë me plagë të hapër. Për jetë i jetë këmë shku në prapë, jam këti në QKK, atje në Prishtinë, atje këmë bo një dërhije të ekologjia plastike. Spitali amerikan nuk ka kthyer përgjigje lidhur me pretendimin e Baftirit. E pas operimit në kirurgjin plastike, Baftiri u kthye në ortopedi, ku qëndroi për 4 muaj. Aty u udhëzua të kryej një ndërhyrje në këmbë, por që ajo nuk mund të realizohet në QKK dhe ju rekomandua trajtimi jashtë vendit. Në raportin e lëshuar nga klinika ortopedisë thuhet se referimi jashtë vendit bëhet për shkak të mungesës së resurseve humane dhe teknike. Pavarësisht raportit të nënshkruar nga 3 mjek dhe drejtori i klinikës, Baftiri nuk po arrin të sigurojë mbështetje nga Fondi i Sigurimeve Shëndetësore. Atij janë kërkuar 3 profatura nga 3 spitale të ndryshme jashtë vendit, por sipas tij sigurimi i tyre është i pamundur. Ato 3 profaturë dhe shumë probleme me siguruar. Kështu që tash na kena këshirë mesësh ninjës familja se këtë takmet, tonë mi siguru që atë profaktura, ma shumë probleme me siguru atë profaktura. Kena kontaktu me shumë spitale sen, po atë po më lipë me mu si pacient me shku atje. Mu si pacient atje me shku mu po më gushtën. Drejtori i Fondit për Sigurime Shëndetësore, Amir Keka, tha se udhëzimi administrativ ndalon mbështetjen financiare të pacientëve pas sigurimin e 3 profaturave. Po gjë sepse udhëzimi ka specifikum. Po 3 profaktura tjetër ndryshme. Nuk pa kompletu dosjen me 3 profaktura lënda nuk mundet me kalu në bordë për shqyrtim. Sepse s'kem bazë ligjore. Që ta s'kam kur para mund me pas vetëm një derë ka hapësirë me lëvi. Ka pas problem. E di, pajtona plotësisht që sfidë shumë e madhe, edhe janë të luftu me ndryshu ato dhe pysë me zote shumë shpejt ka më ndryshu, po derisa të bëhet kjo është situata. Koha ka raportuar edhe më herët për pacientë onkologjistë që janë përballur me telashe të ngjashme, në pamundësi për të përmbushur kriteret për të mbështetur financiarisht trajtimi i tyre jashtë vendit.